Denion Ndrenika. Bilali, derisa të kemi edhe Denionin, dua ta nis me ju, si ke parë këto zhvillimet e fundit, pra edhe shtetet po paralajmërojnë se mund të ketë ndërhyrje ushtarake, qoftë në Grenland, qoftë në Kolumbi, ndërkaq pati edhe një deklarim edhe nga kryeministra daneze, e cila tha se po të lejohet një ndërhyrje ushtarake në Grenland, i bie se do të dështojnë ato. Gjendem në një situatë, mund të thëmë jashtëzakonisht delikate, me qenë se informacionet i përditësimi informacioneve vjen nga ora në orë. Trump dhe administrata amerikane dëshirojnë që t'jenë zëtrus të kontinentit amerikan në përgjësi, jo vetëm rikthimin e doktrinës Monroe, por amerikanët dëshirojnë dhe mendoj, kam drojnë që është një marrëveshje tri fuqive të sotshme në botë, edhe ndalimi dhe ajo që ka ndodhur me tankerët rus e vërteton dhe betonon këtë, nga se është një tërheqje vrejtjes edhe për rusët edhe për kinezët, që zëtri në këtë pjesë të hemisferës perëndimore është shëbat. Mendoj që sigla ju këtu e Senati ndalën Trumpin që të sulmojë Venezuelën. Po, një vendim që është marrë gjatë ditës së djeshme. Po, besoj që nuk e ka ndërmend ushtarakisht ta përsërit një skenar si me Irakun, po ashtu edhe me Afganistanin, nga se do ishte një aksion i rrezikshëm për trupat amerikane. Ne kemi thonë edhe në emisionet e kaluara që Venezuela është një territor jashtëzakonisht i madh, 910.000 km². Amerikanët janë të interesuar të menaxhojnë resurset, sidomos ato që ka të bëjnë me naftën, dhe nuk janë të interesuar që komplet të ashtrinë pushtetin dhe okupimin klasik. Bile Trumpi ka dhënë fjalin që ne nuk përdorim metoda primitive, pak a shumë këto ngacmon Putinin rreth invazionit në Ukrainë. Dhe mendoj që do jetë një situatë jashtëzakonisht, nuk do vjet deri te ai moment kur dy dhomat amerikane, Kongresi Amerikan nuk do jap vizë për një sulm ushtarak. Por ajo çka është ende një situatë e rëndë, është me Grenadën. Ka deklarata edhe të përfaqësuesve danez. Do të ndalemi, Bilali, pastaj edhe tek Grenlanda, sepse dua të përshëndes tashmë zotrin Ndrenika, i cili është në një lidhje të drejtë për drejtë nga Amerika. Ndrenika, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe faleminderit shumë që je